Kjo ditë ishte një nga ditët që u mora pjesë tek Ardit Xhebreja e Diela Shqiptare. Ishte shumë normale të kishe një emocion shumë të lartë normalisht. E vërtet që u ndjeva i mirëpritur nga ata, duke marrë pjesë si konkurrent tek emisioni të panjohurit, ku sigurisht dhe unë fitova një çmim nga pjesëmarrja që u bëra. Nuk e di se sa nga ju e kanë parë këtë emision. U ndjeva vërtet i emocionuar sepse ishte vërtet një ditë shumë e veçantë. Njoha dhe takova njerëz nga më të ndryshmit. Videon e plot mund ta gjeni tek TV Klan e Diela Shqiptare duke klikuar të panjohurit Roberto Gega. Mos të harroni, mund të porosisni parfumet tek unë, parfume bajore 6 ml dhe 12 ml. Gjithsesi vazhdojmë, normalisht duket shumë e thjeshtë nga televizori, por vërtet që emocionet të mbysin kur je në ato lloj vendi. Jo se janë emocionet të këqija, problemi është se është ndryshe nga ajo se çfarë jepet në televizion, sepse kur je atje duhet të masësh mirë fjalët që thua, normalisht sepse je live në një televizion shqiptar që ndiqet nga 3 milion banor të Shqipërisë. Normalisht gjej rastin të përshëndes të gjithë personat që unë mora pjesë dhe u morën me mua, duke filluar nga stilistët, make-upi, photoshooting dhe mos të harroj Ardit Xhebrejan. Gjithashtu televizionin Klan. Fitova një çmim, por nuk ka të bëjë thjesht me çmimin, sepse mbi të gjitha ishte kënaqësia që unë mbajta dhe mora pjesë. Nëse do ta shohësh këtë video, mund të shkosh në akauntin e YouTube-it tim Roberto Bandana dhe të më bësh subscribe dhe mos harrosh të lësh komentin tënd ose të shpërndash videon. Për shembull, kjo vajza kishte një dhëmb qeni që unë nuk e di nga do ta gjeja që kishte një dhëmb qeni, por intuita ime më thoshte që kishte një dhëmb qeni kur ishte e vogël, edhe ka akoma. Fatmirësisht e gjeta, me qara fjala. Anyways, okay. Ajo që më bëri përshtypje ishte se disa nga publiku të ngatronin ose më dukesh mua se kur të ngatronin sepse flisnin të gjithë njëkohësisht. Në këtë vend ku ndodhem këtu tani tek video, ishte dhoma e make-upit. Ishte vërtet një vend shumë i madh, pothuajse 2 dhoma, se kishte 2 dhoma kuzhinë. Hynin e dilnin njerëz, domethënë nga të gjitha anët. Në këtë moment isha duke pritur që të më thonin që të shkoja në kat të dytë, jo në kat të parë, sepse si vend ishte shumë i madh. Ishte pothuajse një godinë 5 katëshe, ishte tip amfiteatri romak, me shumë njerëz, spektatorë etj. Ishte vërtet një eksperiencë shumë e veçantë për mua. Anyways, mos harroni të porosisni parfumet tuaja të preferuara 6 ml dhe 12 ml nga aromat më të mira dhe më të ndryshme, 100% ekstrakte. Ja u sjellë me post në të gjithë Shqipërinë. Kjo për të dashur miq ishte një ditë që unë e kalova në Tiranë, edhe diçka që mund të isha pak më i rregullt normalisht, kam shkuar një ditë përpara, duke menduar dhe trafikun, atë natë me zi gjeta dhe një apartament me shera ditore. Është e vërtet që nuk ngela shumë i kënaqur nga apartamenti ditor që unë mora, por gjithsesi, rëndësi ka pjesëmarrja. Lekët i merr orkestra. Ju falenderoj të gjithëve që na ndonë deri në këtë moment. Nëse jeni duke e dëgjuar, mund të lësh komentin tënd. Dhe përsëris tek linku në bio në Instagram, mund të shkosh në faqen time të YouTube-it dhe të më bësh subscribe. Porosi tani parfumin tënd të preferuar.